Ndërsa fushata elektorale për zgjedhjet e 11 majit është në fundin e saj, ish drejtues të degëve lokale të Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike në Durrës japin opinionet e tyre mbi mënyrën e të bërit politik sot dhe natyrisht mbi mënyrën se si po tërhiqen njerëzit nga këto forca politike. Për ish kryetarin e degës lokale të Partisë Socialiste në Durrës, Leonida Gjermeni, dhe ish drejtuesin e zgjedhjeve të Partisë Demokratike Vaso Papaj, sot dy forcat politike në vend, PS dhe PD, e kanë më të lehtë për të bërë fushatë dhe për të tërhequr njerëzit, dhe kjo kryesisht sipas tyre fal teknologjisë. Por ajo që të dy ish drejtuesit konstatojnë është fakti që mbështetësit e politikës sot janë më të prirur më shumë nga interesi sesa nga ideali që kanë. Ka pasur më shumë ideale në atë kohë se sa tashti. Janë të prirur një pjesë e elektoratit që natyrisht përfitojnë edhe favore mbas zgjedhjeve apo fjalë për një pozicion pune apo për një gjë që për mua nuk është e mirë, domethënë, ose nuk do t'ia vlente. Sigurisht, pa asnjë dyshje. E shikoj që ideali po venitet. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. Megjithatë, unë qëndroj te ideali dhe kam shpresë që vetëm drita e dijes, dhe kjo është idealia ime, drita e dijes mund ta shpjerë të dhënë përpara. Pas 12 vitesh në pushtet, ish drejtuesi lokal i Partisë Socialiste në Durrës shikon mundësinë e një mandati të katërt. Janë të gjitha shanset që të marrë një mandat të katërt. Shumë gjëra janë bërë me thënë drejtën, ka shumë ndryshim qyteti, por gjithsesi e mira nuk ka fund kur i thonë dhe ka nevojë edhe për ndryshime. Po veçanërisht është furnizimi me ujë i popullatës 24 orë, ujë siç është edhe premtimi, infrastruktura ka nevojë edhe përmirësimi i rritit të kanalizimeve. Ndërsa për ish drejtuesin demokrat, edhe pse opozita në këto vite ka psuar çarje dhe dëmtime serioze, sërish rotacioni sipas tij është i domosdoshëm për demokracinë në vend. Po, rotacioni është i domosdoshëm. Kjo është e shëndetshme. Kam jetuar dhe kam parë që qeveri që kanë dhënë dorëheqjen dhe për 3 ditë dhe për 2 javë. Po janë aq të përgjeshëm politikanë tanë të ta bëjnë këtë? Nëse nuk janë, atëherë neve nuk meritojmë të kemi demokraci, nuk njohim elemente të demokracisë. Qarku i Durrësit dërgon në Parlamentin shqiptar 14 deputet.